Pas deklaratave dhe reagimeve të shumta në media ku pretendoi se në një bisedë në grup në WhatsApp, ministri i jashtëm i Shqipërisë Ferit Hoxha u është drejtuar shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut, po ato idiotët shqiptar atje çfarë thon? Ministri Hoxha është takuar me njërin nga liderët e Vlenit, Izet Mexhitin. Në një preskonferencë të përbashkët pas takimit, kryediplomati Hoxha tha se bëhet fjalë për një çështje të kaluar dhe se nuk ka tymnaj që mund të hyjë mes tyre. Keni ngelur në javën e kaluar, janë të kapërcyer ato. Ja ku e keni kryetarin e koalicionit vend, janë të kapërcyer të kaluara, domethënë sepse nuk ka absolutisht asnjë lloj tymnaje që mund të hyjë në mes nesh. Nuk ka asnjë tymnaj që mund të na zër syt për të parë atë që është e përbashkët. Nuk ka asnjë gjë nga ato që bëhen dhe ngrihen nga hiçi që të erësoj atë që është e përgjithshme, e nevojshme, e domosdoshme që ne jemi bashkë si vëllezër e të punojmë bashkë. Ndërsa Mexhiti tha se ata janë pjesë e popullit shqiptar dhe se Shqipëria ka obligim edhe për shqiptarët jashtë kufive. Familja dhe vëllezër mund të ketë keqkuptime, por për atë janë takimet e drejtë për drejta, po sot agjendën tonë kemi folur për se si zhvillohet korridori 8, që është projekti kryesor i qeverisë Maqedonisë së Veriut, mbi 1,5 miliard euro, që e lidh Maqedoninë fillimisht me Shqipërinë, po është korridor panevropian, korridori NATO-s. Kemi folur për gjuhën shqipe, kemi folur domethënë për decentralizimin, për frymën e marrëveshjes së Ohrit dhe kum garantu ministrin domethënë që asnjë milimetër pra nuk është degraduar, por në shumë sfera ka avancuar çështja shqiptare në Maqedoni. Ndërkaq, koordinatori i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Shqipërisë ka kërkuar interpelancë në kuvent për ministrin e jashtëm Ferit Hoxha.